për të qeshur është e pabesueshme, është e jashtëzakonshme e gjithë përpjekja e korrupsionit dhe pastrimit parave, dikush mori mundimin ta bënte libër si pat keq dhe duke etiketuar si një libër arkitekture në cilin ndodhet në fakt plani për ta coptuar dhe rindërtuar të gjithë Shqipërinë, sigurisht duke përjashtuar nga ky proces shqiptarët, zhvillimin, mjedisin, ambientin, pronarët dhe ligjin rastësisht. Por, mbi gjitha është shumë zbabitës fakti që e kanë përmbledhur në një libër dhe i kanë vënë kopertinë pale. Dosja shqiptare, kanë quajtur. Kam në studio për herë të parë në fakt Semir Korreshin, fizikisht. Mirëmëngjes Korresh, mirë se erdhe. Mirëmëngjes dhe faleminderit për këtë. Gjithashtu do të kemi edhe kolegun ton Sami Neza për një dyshim të vogël që kam. Një dyshim të vogël, Neza, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, do ishte mirë të shifja në figurë. Do përpiqem djem të teknikës ta rregullojmë, po Korreshi është Korreshi me të njëjtën simpati si fizikisht ashtu edhe në rrjetet sociale. Korreshi, tani kjo është shumë e bukur për të qenë e vërtet që kanë atë guxim sa ti botojnë si libër planet e tyre të korrupsionit? Absolutisht, këta nuk, për mua kjo është pak, por është një panoramë të cilën me arrogancë ata vazhdojnë si për dita që ndodhë në parlament, patjetër se kanë absolutisht problemin për ta thënë, siç të gjitha inserti që the ti, the vetëm një gjë nuk the për arkitektët shqiptar, sepse arkitektët shqiptar janë ata që kanë dalë jashtë loje. Unë kam shumë miq arkitekt të viteve të moshës të paralel që ankohen sepse gjithë lekët duke qenë se mos dalin këto llafet, janë këto 60 euro apo 70 euro për metër katror që japen për të marrë këto lekët në këtyre kullave që paguhen këtyre shtëpive arkitekturore, hapi parë. Emreja që na ditë emreja. Që më thënë që kjo është kështu e ligjëruar, kjo 60 euro për metër katror për të bërë gjitha këto të tjerat. Dhe ky është skandali i parë që duhet të them. Pastaj një sekond për publikun. Ta themi kështu thjesht, Rama lekët i merr që në projekt. Që në hapin e parë me të huajt. Nuk të bëjnë ata asnjë lloj projekti, 60 euro pa 60-70 euro për metër katror. Sidomos kullat mund të jenë shumë më shumë, po ndi këto tjera projektet e tjera, se të gjitha këto projektet e zhvillimit, po nuk që me firmat huaj, nuk fillojnë fare. Nuk të pret 60 euro. Jo, hiç, nuk të më është kriter. Ka kompanit huaj, mërsisht edhe këto kompanit që dalin këto, janë 1, 2, 3, 5, 12 kompanit e huaja. Problemi është që, si ka mundësi që diskutohet, pra ngrihen këto kulla, këto qendra, dhe nuk diskutohet, përse si ka mundësi këta halexhi nuk qëllon, mor asnjëherë një halexhi që nuk është diskutuar kur, që të marrë një kull, një projekt, ku di unë të vej për të marrë lendërtimi, unë do të ftoj të gjithë që të marrë një shtes kati për ata që kanë një kace, do të dërhysh që të thushore, për shikoj edhe një planin, shikoj se ka probleme me ligjin, se këtë për i shtes kati s'kredi që bëj 20 milion lek për t'i bërë kalamanit tjetër, shtes mbi atë që ka. Jo, për shtes mbi atë që ka në ato 2 dhoma kuzhina të Elbasallie të quajnë projektet, e bështoj ka tjetër, jo, do hasi një probleme, se shikoj, 30% nuk e shfrytëzon do të gjithë terreni lartë. Kurse për këta, do të prishën pronën shtetërore, jepen asete shtetërore, merren private. Po absolutisht, me Shqipëria, vetëm kur shikon që vetëm palasti e tjetër të thotë që është strategjik, investitor strategjik, ose po që investimi strategjik mund të jetë me vila private, se vetëm Shqipëri ndodh që investim strategjik quhet kur ke vila private. Se investitori strategjik, si dhe puna Olto Xhaçkës te diskursi që u bë atëherë, se thonin po jo, po ai ishte privat. Jo, më jo, se investitori strategjik kur merr ka taksa më të ulta në krahasim me gjithë ndërtuesit e tjerë, infrastrukturën ta çon shteti, është detyruar shteti të çojë dhe rrugën, dhe ujësjellsin, dhe kanalizimin, dhe energjinë elektrike, gjithë atje ku të ka dhënë atë vendin për investitor strategjik. T'japi mundësisht edhe plazhin, t'japi mundësisht dhe lejen si këtyre të rrethojnë me tela, se që pëndodhë, më thënë, se në gjithë botën, 200 metra nga vija bregdetare, është aset kombëtare dhe është i patjetër sushim këtu.